Pas rikthimit në Big Brother, Rogerti ka pasur një debat të ashpër me Selim Bollatin, ku nuk ka kursyer akuzat personale. Ti do vetëm çuna me lek, burr me lek, ju drejtua ai banores, një deklarat që u perceptua nga shumë djegësi si ofenduese dhe denigruese. Kjo përplasje vjen në vijim të tensioneve të akumuluara mes tyre, të cilat duket se janë thelluar pas rikthimit të Rogertit në shtëpi. Në spektaklin e së martës, ai u kritikua hapur për gjuhën e përdorur ndaj Selinës, si nga opinionistët ashtu edhe nga një pjesë e publikut. Debati në studio u fokusua tek kufijtë e lojës dhe etika e komunikimit, duke ngritur pikpyetje nëse strategjia e tij po kalon nga loja në sulme personale. Largimi i përkohshëm i Rogertit nga formati dhe rikthimi i menjëhershëm shtuan edhe më shumë dinamikën brenda shtëpisë. Disa banor e interpretuan kthimin e tij si një shenjë se ai do të luajë edhe më fort, ndërsa të tjerë u shprehen të lodhur nga energjia konfliktuale që ai sjell në ambient. Në rrjetet sociale, reagimet kanë qenë të shumta dhe të ndara. Një pjesë e ndjekësve e mbështesin për faktin që e thot troç dhe nuk i shmanget përballjeve, duke e konsideruar lojtar strategjik, ndërsa të tjerë mendojnë se retorika e tij po kalon në ofendime të panevojshme dhe po krijon një klim të rënduar në shtëpi.